Pak ditë më parë, në datën 28 tetor, televizioni 6+ Vlora, si një televizion shumë pranë qytetarëve, realizoi një kronik për të shpalosur një tjetër shqetësim të vlonjatëve. Shqetësim ky që kishte të bënte me faktin se saati i Vlorës nuk funksiononte. Akrepat e orës të simbolit historik të qytetit kishin ngecur dhe prej ditësh nuk po punonin më. Qytetarët kishin humbur vendin e tyre të orientimit të kohës. Gjithashtu, qytetarët e shqetësuar edhe me faktin se simboli i Vlorës me rëndësi të veçantë nuk funksiononte, duke humbur ndër vite edhe shkëlqimin. Pas realizimit të kësaj kronike televizive të transmetuar në televizionin ton, disa ditë më pas, saati në Vlorë fillon të funksionoj sërish. Simboli historik i qytetit, një monument kulture dhe gjithashtu social për Vlorën, ka nisur të funksionoj. Akrepat e orës po tregojnë më në fund kohën e saktë. Qytetarët mund të kenë mundësi të shohin edhe pikën e tyre orientuese të kohës në qytet. Siç mësohet, është ndërhyrë për riparimin e një defekti që kanë patur mekanizmat e orës në brendësi të saatit të Vlorës. Ndodh shpeshherë që këto mekanizma të ngecin, duke bërë që akrepat mos të lëvizin. Mekanizmi orës ngec për shkak se është ndërtuar shumë vite më parë dhe sigurisht për shkak të vjetërsisë nuk funksionon siç duhet. Duhet zëvendësimi i tij në total në brendësi të orës për një mekanizëm të ri, në mënyrë që ky saat të jetë gjatë gjithë kohës funksional. Për këtë fakt, ai ende vazhdon të tregojë orën e saktë, por jo me minuta eksakte. Në shumë orare të ditës konstatohet që tregon orën, por disa minuta më pas, se ç'është ora aktuale.